Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gjetën dashurim pas martesave të dështuara, befason Ola Bruko. Moderatorja Ola Bruko së fundmi ka bërë një deklaratë lidhur me videon që u bë shumë virale, ku CEO i kompanisë amerikane të teknologjisë Andy Byron, i cili tani më ka dhënë dorëheqjen, ishte i përqafuar me varëcen e tij Kristina Kabota. Ky është shembulli tipik i asaj që gjithmonë kam thënë: ka Zot dhe ai i vonon, por nuk harron. Kështu që do përfundoni të gjithë ju që keni dashnore në këtë mënyrë, thot ajo. Kujtojmë se lidhja e CEO-s amerikan me varëcen e tij u zbulua gjatë një koncerti të Coldplay. Pasi videoa bë virale në rrjetet sociale, Byron bëri një deklaratë publike ku theksoi se donte të kërkonte ndjes karshi bashkëshortes së tij.